Për ty që e shikon këtë video, nëse njeh dikë i cili ka grindje në një person tjetër, nëse njeh dikë që ka probleme me familjarët e tij, nëse njeh një prind që nuk flet me fëmijën, apo një fëmijë që nuk flet me prindit e tij, apo vllai me vllajën, motra me motrën, këshilloje për hir të Allahut lartësuar në këtë ditë fundit të Ramazanit, me e shtri dorën e pajtimit, me pajtu me njëri tjetrin. Let na gjej Fitër Bajrami nesër të pajtuar me njëri tjetrin, të afruar me njëri tjetrin. Vallahi nuk ja vlen. Nuk ja vlen me zjat grindjen, me zjat mërin. Nuk ja vlen me mbajt mëri. Për çfarë? Për një tokë të cilën ti nuk ke për ta marrë me vete, për një pasuri të cilën nuk ke për ta marrë me vete. Atje do të shkoj me një shefin. Nuk ke për të marrë qohë për i këtyre pasurive të njës. Për çfarë me u thonë? Për çfarë me u grind? Ndërkohë që e din që lidhjet farefisnore janë të lidhura me arshin e Allahut lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar i ruan lidhjet me atë njeri i cili i ruan lidhjet me fisin e tij. Prandaj, shtrije dorën e pajtimit. Shtrije dorën e pajtimit dhe pajto, hiqe mërin. Le të gjej kjo festa e Fitër Bajramit. Fest ku në të afrohen zemrat me njëri tjetrin. Motër e nderuar, vllai i nderuar, nëse ke probleme me bashkëshortin, ke probleme me bashkëshorten tënde, mundohu t'i sheshosh ato, le të jetë festa e Fitër Bajramit, fest e afrimit të zemrave. Elus Allahun e lartësuar që t'i bashkoj zemrat tona. Amin.